ndaj mjete për të mbuluar policën kufitare apo ndarjen e mjeteve buxhetore në shumën prej 3 milion euro. Dhe krejt e fundit është çështja e kartonit të gjelbër, për çfarë e ftoi edhe një herë ministrin Murati ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, ngjashëm sikurse vitet paraprake, pra edhe këtë vit, duke filluar pra nga muaji korrik e tutje, ne si qeveri, pra ndajmë mjete për të mbuluar policën kufitare apo atë siç njihet kartoni gjelbërt për mërgatën tonë të cilët vinë me vetura në vizit apo për qëndrim pra në Kosovë për gjatë kësaj periudhe. Prandaj si e tillë, pra propozim vendimi parashet ndarjen e mjeteve buxhetore në shumën prej 3 milion euro për zbatimin e masës 4.5 mbështetja e mërgatës nga pakoja e ringjalljes ekonomike. Pra mjetet merren nga programi i ringjalljes ekonomike me kod 29300, kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere dhe ndahen në Ministrinë e Financave, pra në thesar në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere. Në kuadër të propozim vendimit, pra autorizohet edhe Ministria e Financave që të bëj pra përgatitjet konkrete sa i përket edhe zbatimit të një marrëveshje të tillë. Faleminderit. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim lidhur me policën kufitare përkatësisht kartonin e gjelbërt, përkatësisht mbulimin nga qeveria jonë për mërgatën Gjastinës së Verës, sikurse që kemi bërë edhe në vitet e kaluara. Me që jo, atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.